Nxënësit e klasave të pesta në të gjithë vendin, duke përfshirë edhe Shkodrën, janë nënshtruar provimit të shtetit, duke përmbyllur kështu ciklin fillor të studimit. Drejtoresha e Zyrës Vendore të Arsimit në Shkodër, Brisela Kadia, shprehet se në Shkodër janë 1231 nxënës në 63 shkolla që janë bërë pjesë e këtij testimi të rëndësishëm. Në fakt zhvillohet procesi i vlerësimit të njohurive të nxënësve të arsimit fillor. Më pëlqen ta quaj proces dhe jo testim për të mos i dhënë atë peshën psikologjike që testimi ka për nxënësit e arsimit fillor. Është një testim që bëhet për të vlerësuar njohuritë që nxënësit kanë përfituar në 5 vitet e arsimit fillor. I nënshtrohen vetëm nxënësit që ndjekin klasat e pesta dhe janë të organizuar në 13 qendra provimi. Janë 63 shkolla të organizuara në këto 13 qendra dhe 1231 nxënës që do i nënshtrohen testimit ose procesit të vlerësimit të arritjeve të nxënësve në arsimin fillor. Për nxënësit me aftësi ndryshe ka një provim të veçantë, ndërsa qëllimi është për të parë edhe nivelin e të gjithë nxënësve të klasave të pesta në përgjithësi. Kemi 14 nxënës me aftësi të kufizuar, të cilët do kenë testin e tyre të veçantë, por sigurisht do kenë edhe një mësues që do i asistoj gjatë gjithë procesit të testimit. Qëllimi kryesor në fakt i këtij vlerësimi dhe i këtij procesi është për të vlerësuar njohuritë që nxënësit kanë përfituar dhe kompetencat kyçe që nxënësit kanë përfituar në gjuhë shqipe, matematikë dhe diturinë natyre. Ka një qëllim tjetër që për të parë edhe nivelin e aktualizimit të këtyre njohurive në situata reale, por nga ana tjetër qëllim kryesor është edhe për të evidentuar mangësitë dhe nevojat për ndërhyrje në procesin e të mësuarit. Nisur nga eksperienca e viteve të kaluara, rezultatet e nxënësve të klasave të pesta në këtë provim kanë qenë në përputhshmëri me rezultatet e tyre gjatë viteve të shkollimit. Rezultatet që nxënësit në fakt kanë marrë në përfundim të këtij procesi kanë qenë në përputhshmëri edhe me nivelin e njohurive që ato kanë përfituar në 4 vitet e arsimit fillor. Nuk është se ka pasur luhatje në ditën e testimit nga vlerësimi i vazhdueshëm që këto nxënës kanë marrë gjatë viteve të arsimit fillor. Ja, nuk ka patur fare për qoftë problematika në menaxhimin e procesit, qoftë edhe problematika që mund të jenë hasur pastaj edhe në vlerësimin e këtyre testimeve, këtyre provimeve që këto nxënës kanë zhvilluar. Pas këtij provimi, nxënësit e klasave të pesta bëhen gati për vitin e ardhshëm shkollor, duke nisur një rrugë të re të arsimimit të tyre.